Regjia më njofton që kemi Blerim Sallahu në bashkëmëri. Zoti Sallahu, faleminderit shumë për inkuadrimin direkt. Faleminderit edhe ju për ftesën. Do të flasim për kërkesën tuaj në gjykatën kushtetuese sa i përket vendimit të Supremes, pra ajo e ka refuzuar dhe e ka cilësuar si të pabazë ankesën sa i përket refuzimit anulimit të votave me post nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe për kandidatët e saj. Çka prisnin tash nga gjykata kushtetuese? Po, siç e dini, ne fillimisht kemi ankimuar në PZP një vendim pra të KQZ-s për shpolljen e rezultateve përfundimtare dhe aty zakonisht PZP pas shëtu asnjë provë, pa lexuar të paktën asnjë provë të dërguara nga ne, ka marrë vendim që të refuzoj ankesën tonë. Të njëjtën gjë e ka bërë edhe Supremja, pra Gjykata Supreme e Republikës Kosovës, por nuk ka marrë për bazë gjitha ato pretendimet tona të vërtetuara, të argumentuara në mënyrë më profesionale të mundshme. Diku mbi 20 letë kanë qenë pra faqe, kanë qenë të shkruara për BZAP, po ashtu më njëjtin vëllim ka qenë edhe për Supreme, ka qenë të argumentuara mbi 600 prova, kanë qenë të bashkangjitra për mirë po edhe Supremja, edhe PZP vinë në konkludim se nuk keni prova të mjaftueshme për të bërë anulimin e votave me post që vinë nga Mërgata. Po ashtu, tashmë ne kemi sfidu sot ora 4 në mesditë kemi dërgu pra edhe vendimin e Supremes për vlerësim të kushtetshmërisë së tij në gjykatë kushtetuese dhe po presim tashmë që brenda një afati shumë të shkurt gjykata kushtetuese të shërtojë të paktën masën e përkohshme që kemi kërkuar ne dhe kësaj të vendos masë ndaj një vendimi të gjykatës Supreme, cili për neve është absurd dhe indikuar politikisht. Por çka tutje, zoti Sallahu, ju në fakt e keni konsideruar këtë vendim të gjykatës Supreme si politik, pse e konsideroni të tillë? Për faktin sepse që dini edhe ne kemi informacione të caktuara brenda Supremes dhe po ashtu zyrtar të caktuar aty na kanë informuar që zakonisht në kolegj debatet para marrjes së vendimeve i kanë paraprit debateve politike dhe nuk kanë gjetë asgjë, pra nuk kanë diskutuar dhe nuk kanë shqyrtuar asnjë provë fakt apo ligj caktuar brenda atij kolegji dhe kësaj frikë atyre që procesi sërgjatet më shumë kanë marrë vendim të tillë. Pra ky ka qenë argumentimi politik, pra i mbështjellur me norma juridike brenda atij vendimi. Në anën tjetër, prokuroria ka nisur hetimet sa i përket këtij procesi, apo jo? Po, kemi informacione që tashmë prokuroria ka nisur hetimet, një letër i ka shkuar tashmë edhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve të jap informacione më shumë lidhur me këto manipulime të organizuara nga udhëheqja e LDK-s dhe njerëz të angazhuar të LDK-s, dhe po presim që tashmë shumë shpejt edhe prokuroria dal me një qendrim të vetën lidhur me një proces të tillë. Pra jemi në një situatë ku prokuroria ka hetime sa i përket ankesës tuaj, ndërkaq që Supremja e refuzon, e konsideron si të pabazë ankesën tuaj. Po kështu është, domethënë është e çuditshme, por derisa prokuroria punon pra në këtë rast, është duke hetuar rastin Supremja me arsyetimin e vet pra gojor, jo të shkruar në gjykim se procesi mund të stërgjatet edhe shumë dhe kësaj pavarësisht manipulimeve të ndryshme që kanë ndodhur brenda këtij procesi, duhet të justifikohen këto rezultate duke lëshuar një vendim i cili është për neve absurd dhe komplet politik. Në fakt, sot është certifikuar rezultati, gjatë ditës është pritur dorëheqje nga ministrat e qeverisë Kurti, të cilët tashmë janë zgjedhur deputet. Zoti Sallahu, pse nuk ndodhi kjo? Sepse ju dini që është vetëm në qeveri që ka përfunduar mandatin në rregull, sipas interpretimit tonë ligjor të atij ligji që është në fuqi, tashmë qeveria e ka përfunduar mandatin e vet 4 vjeçar dhe kësaj për përfundimin e mandatit 4 vjeçar, ajo shndrohet qeverinë në detyrë dhe vazhdojmë kështu deri në formimin e qeverisë, të kryejmë gjitha detyrat që na parasheh ligji për qeverinë dhe kësaj atë momentin që formohet qeveria re, qeveria ka duhet vjen. Kjo është ajo që deri më tash kemi interpretuar sipas ligjit për qeveri. Prej sot qeverinë dorëheqje, a do ta kemi qeverinë Kurti 3?
Patjetër, do ta kemi qeverinë Kurti 3, me njëherë pas. Si do ta bëni, zoti Sallau, pasi të vetëm nuk do të mund të ta bëni qeverinë? Tash fillojnë negociatat e ndryshme, është në dorën e kryeministrit, po ashtu edhe të kryeministrisë të lëvizjes vendosje që një gjë e tillë të diskutohet me parti politike të caktuara, po edhe me deputet pse jo individualisht, që kësaj vendosin për një qeveri të re, pra qeveri Kurti 3. A ka mundësi të ketë bashkëpunim kështu, LDK, LVV, PDK, kështu me këto parti tjera me të cilat sa e kemi pa në fushat ka pas një gjuhë shumë të ashpër, ka shi tyre? Nuk i di, për momentin nuk i di që a mund të them për këtë. Apo me AK nisma se harova për pak momente kështu. Nuk mund të them për këtë gjë, mirë po e rëndësishme është specifikimi është bë tashme, po presim edhe mosën e përkohshme nga gjykata kushtetuese mund të merr një afat shumë të shkurt, mirë po besoj që tashmë qeveria, pra kryeministri Kurti bashkë me lëvizjen vendosje, aktorë të ndryshëm mund të fillojnë negociatat me parti të ndryshme dhe kësaj pra të fillojnë po me artem ose me përbërje të re qeverisë. Zoti Sallau, me qenë se ju kemi kështu me lidhje direkte, po ju pyes pak edhe për Kurthin që u bë dje, në fakt që u publikua, edhe ku kryeministri Kurti kishte rënë prej një groske nga 2 komedian rusë, po aty atë, keni ndonjë koment në lidhje me këtë? Po nuk kam ndonjë koment saktum, seksuar, sepse ju e dini që edhe fytyrat e tjera ndërkombëtare, politikanë të mëdhenj ka rënë prej atyre komedianëve, ajo që është thënë aty është diçka që është jashtëzakonisht logjike dhe konkrete e asaj që ka thënë Kurti brenda atij emisioni, pra nuk ka thënë diçka jashtë standardeve, mirë po ajo që ka ndodhur tashmë ka ndodhur është diçka që ka ndodhur në stilin shtet të ndryshëm, pra dhe kësaj na ka ndodhur edhe neve, mirë po nuk është diçka për të çuditur ose për të bërë të marrë një opinion të tillë. A ka marrë dikush përgjegjësinë në lidhje me këtë? Nuk e di dorën zemër, nuk e di se nuk jam pjesë të kabinetit. Me qenë se tash mandati ka përfundu, ju keni qenë zëvendës ministri i drejtësisë dhe po më intereson kështu zoti Sallau për ta relaksuar në fund, me qenë se pa të thënë që shpejtësia e punës tuaj në ministri është sikur në fakt në gjithë qeverinë është sikur vajin tepsia. Ju shkoi ashtu zoti Sallau? Po ka shku edhe ashtu edhe ka shku ndoshta edhe më shpejt, mirë po ju e dini që një term i tillë nuk është term pra thënë, pra i nxjerr nga po është term pra i nxjerr nga libra të ndryshme të cilat theksojnë pra në një luftën, pra gjatë luftës së dytë botërore ndërmjet 3 liderëve të asaj kohe, Churchillit, pra Roosevelt dhe Stalin, dhe ato në letërkembim të tillë kanë ndodhur këto referenca mbi bazën e saj ne pra jo me atë term, po kemi punuar jashtëzakonisht shumë, kemi punu shumë mirë, po ashtu edhe kemi punu në atë vlugën e punëve që kemi kryer në Ministri të Drejtësisë, cilat besoj që tashmë shumica prej ministrisë tonë kanë dalë, disa kanë përfunduar në gjykatë kushtetuese dhe disa tashmë kanë gjetë pra zbatim në praktikë. Tash po presim edhe gjykatën kushtetuese përket byros dhe KPK-s, shumë shpejt besoj që pritet një vendim i tillë dhe ekzistoi pozitiv, sepse gjitha rekomandimet e gjykatës kushtetuese janë vendosur në projektin ligjor aktual dhe besoj që në qeverinë Kurti 3 do të fillojë zbatimi edhe i byros, edhe konfiskimit pasurisë të paleqshme dhe do të kemi më shumë sundim të ligjit edhe me pak korrupsion. Zoti Sallau, ju falenderoj shumë për këtë inkuadrim direkt. Faleminderit, respekt për juve, kalofshi. Ishim bashkë me zëvendës ministrin tashmë në detyrë të drejtësisë Blerim Sallau, ndërka që para se të kalojmë në pjesën tjetër të emisionit Gazeta, do të ndjekim një storie e cila flet për shpenzimet që institucionet e Kosovës kanë bërë, diku rreth 3.5 milion euro për marrjen me qiroat të veturave. Agjencia Qendrore e Prokurimit ka udhëhequr këtë proces duke përzgjedhur operatorin ekonomik që do të kryej furnizimin. Tenderi është ndarë në 2 lote, me shuma që arrin miliona euro duke ngritur debat mbi menaxhimin e fondeve publike dhe prioritetet buxhetore.